Për cilën kërkesën e tyre në prag të vitit të ri shkollar, në emër të tyre i kërkoj Ministrisë së Arsimit që të marrë masat e duhura që këta fëmijë të mos mbeten analfabet. Është obligim i kësaj ministrie, qeverisë, por edhe i shoqërisë shqiptare, që të kujdesen që këtyre fëmijëve të sigurohet shkollimi. Në prag të vitit të ri mësimor, fëmijët e ngujuar bëjnë thirrje për të shkolluar. Në të gjithë vendin tonë numërohen rreth 134 fëmijë të cilët janë të ngujuar prej fenomenit të gjakmarrjes, 34 prej të cilëve vetëm në qarkun e Shkodrës. Agim Loti, drejtori i Institutit Shtëpia e Drejtësisë dhe Pajtimit Kombëtar, shpjegon se zgjidhja për këta fëmijë do të ishte dërgimi mësuesve në shtëpitë e familjeve të ngujuara. Me situatën e krijuar dhe masat që ka marrë Ministria e Arsimit, ajo duhet, për ne kërkojmë më shumë sepse nuk janë vetëm fëmijët e ngujuar, po janë dhe fëmijët e dëmtuar. Dhe për këtë unë mendoj që duhet të kemi një obligim të gjithë për t'u ardhur ndihmë atyre fëmijëve të cilët do të arrijnë të shkojnë në shkollë. Në të gjithë Shqipërinë numërohen të jenë 700 familje të prekura prej fenomenit të gjakmarrjes, nga të cilat 350 ndodhen të ngujuara.